Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e përshëndeti hapjen e bazës ushtarake të Kuçovës si element që kontribuon në rritjen e sigurisë në rajon. Hapja e bazës ajrore të NATO-s në Kuçovë të Shqipërisë shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e pranisë së aleancës në Ballkanin Perëndimor, duke kontribuar në rritjen e sigurisë në rajonin tonë dhe më gjerë, shkroi Osmani në platformën X. Kryetarja e shtetit kosovar shtoi më tej se atje ku është NATO ka paqe dhe stabilitet. Një mesazh të ngjashëm ajo e kishte dërguar dhe në fund të janarit, kur tha se përfshirja e Kosovës në partneritetin për paqe dhe më pas në NATO është garanci për stabilitet në rajon. Partneriteti për paqe është një program i NATO-s që synon krijimin e besimit midis shteteve anëtare të NATO-s dhe shteteve të tjera në Evropë. Qeveria e Kosovës e ka formuar një grup pune për anëtarësimin në këtë program, ndërsa Shtetet e Bashkuara e kishin mbështetur anëtarësimin e Kosovës në realizim të këtij synimi, por duke rikujtuar se për një vendim të tillë kërkohet pajtimi i 30 vendeve anëtare të aleancës. Nga 30 vende anëtare të NATO-s, Kosovën si shtet të pavarur e kanë njohur 26 prej tyre, ndërsa 4, Greqia, Rumania, Slovakia dhe Spanja ende jo. Baza ajrore e Kuçovës është ndërtuar në vitet 1950, por doli jashtë përdorimit në vitet 90. Pas rikonstruksionit të bazës së Kuçovës, qeveria e kryeministrit Edi Rama kërkoi që të procedohet sa më shpejt në lidhje me aplikimin e Shqipërisë për të bashkëfinancuar me NATO në rikonstruksionin e bazës së re detare në Porto Romano.